Një nga momentet më të forta emocionale në Big Brother VIP Albania ishte hyrja e papritur e konatës së Rogertit në shtëpi, një vizitë që solli jo vetëm surprizë, por edhe shumë ndjenja të papërmbajtura. Atmosfera në living ndryshoi menjëherë sapo ajo hyri. Banorët mbetën të habitur, ndërsa Rogerti u duki prekur që në sekondat e para. Ishte një nga ato momente ku loja ndalon për pak dhe realiteti hyn brenda shtëpisë, duke i dhënë gjithçka një dimension më njerëzor. Ajo ju drejtua menjëherë Selinit me një ton të qartë dhe emocional. Fjalët e saj ishin të drejtë për drejta, por të mbushura me ndjenjë. Ajo i kujtoi se ndjenjat e Rogertit që në fillim kishin qenë të pastra dhe të sinqerta. Sipas saj, gjithçka kishte qenë e qartë që në ditët e para, por ajo që e kishte lënduar më shumë Rogertin ishte fakti që këto ndjenja nuk u pritën në të njëjtën mënyrë. Ajo theksoi se Selini nuk i dha dorën Rogertit në momentet që ai kishte nevojë, por përkundrazi u tërhoq dhe e la pas. Shprehja e saj ia ktheve shpinën, kishte një peshë të madhe emocionale dhe u ndje në të gjithë ambientin. Ishte një akuzë, por edhe një lloj dhimbje e përçuar në emër të dikujt që ndodhej aty përballë të gjithëve. Kulmi i emocionit erdhi kur ajo ju afrua Rogertit dhe e puthi në faqe. Një gest i thjeshtë, por shumë domethënës. Në atë moment, ai nuk arriti të mbante më veten, sytë ju mbushën me lodhë dhe emocionet që kishte mbajtur brenda për kaq kohë dolën në sipërfaqe. Fjalët e saj "je më i miri, të uroj fitore" ishin një mbështetje e fortë morale për të. Ajo nuk erdhi vetëm për të sqaruar situata, por edhe për t'i dhënë forcë dhe kuraj për të vazhduar lojën. Përmendja e dy fëmijëve të tyre dhe një puthje prej tyre e bëri momentin edhe më të ndjeshëm, duke e lidhur Rogertin me jetën jashtë shtëpisë, me familjen, me dashurinë dhe me realitetin që e pret jashtë. Rogerti, i përlotur, tregoi një anë shumë të brishtë të vetes. Ai nuk ishte më thjesht një banor në lojë, por një njeri që ndjen, që lëndohet dhe që ka nevojë për mbështetje. Ky moment e ndryshoi mënyrën si publiku e sheh atë, duke krijuar më shumë empati dhe afërsi. Banorët e tjerë ndoqën në heshtje, duke respektuar intensitetin e situatës. Nuk kishte vend për ndërhyrje apo komente, ishte një moment që i përkiste vetëm atyre. Në fund, kjo skenë tregoi edhe një herë se Big Brother VIP Albania nuk është vetëm një lojë strategjish dhe sfidash, por një hapësirë ku emocionet reale dalin në pa. Momentet të tilla janë ato që prekin publikun më shumë, sepse janë të vërteta, të papërpunuara dhe thellësisht njerëzore. Dhe për Rogertin, kjo vizitë nuk ishte thjesht një surprizë, ishte një kujtesë e fortë se jashtë asaj shtëpie ka njerëz që e duan, e mbështesin dhe besojnë tek ai.